Horoskopi mujor, korrik 2025 luani. Fillimi i muajit, qetësi para stuhisë së dritës, korriku nis në stinën e gafores, dhe kjo të fton të tërhiqesh pak nga shurmat e botës së jashtme. Është koha për të rikthyer te vetja, për të pushuar, për të reflektuar. Energjitë e brendshme janë më të thella dhe më të ndjeshme, dhe kjo është një periudhë ideale për të shëruar plagë të vjetra dhe për të mbyllur kapituj që nuk rezonojnë më me rrugën tënde, po afrohet sezoni yt, dhe si çdo rilindje, edhe kjo kërkon përgatitje shpirtërore. Lëri pas zakonet e vjetra, njerëzit që të rëndojnë dhe mendësitë që nuk të ndihmojnë më. Ky është fundi i një cikli të madh dhe fillimi i një kapitulli tërësisht tëndit. 4 korrik, Venusi në binjak, frymëzim, shpresë dhe lidhje të reja. Kur Venusi kalon në binjak më 4 korrik, zemra jote rrezaton optimizëm. Mund të marrësh lajme të mira rreth një qëllimi personal, një projekti apo ndoshta fillon një misi e re që të mbush me gëzim dhe shpresë. Je më i hapur ndaj shoqërisë dhe ndihesh mirë kur je mes njerëzve që ndajnë të njëjtat vlera me ty. Është një moment i mirë për të ndërtuar ura, për të përfshirë në komunitetin tënd apo për të kontribuar në diçka që i shërben të mirës së përbashkët. Lidhjet që krijon tani nuk janë sipërfaqësore, ato kanë potencial për të ndikuar drejtimin e jetës tënde. Tani është koha të besosh në veten tënde, të kujdesesh për shpirtin tënd dhe të përgatitesh për ndriçimin që po afron. Muaji përfundon me hyrjen e diellit në shenjën tënde dhe fillimin e një faze të fuqishme transformimi. Kur Urani lëviz në binjak më 7 korrik, universi të shtyn drejt një rruge të re dhe krejt ndryshe. Rrjetet sociale, publiku yt, miqt dhe vizioni yt për të ardhmen po marrin një kthes të madhe. Mund të bëhesh papritur viral, të gjesh zërin tënd unik dhe të ndriçosh në një mënyrë që nuk e ke bërë më parë. Kjo është një kohë për ide të mëdha, për të ndërmarrë hapa të guximshëm dhe për të mos pasur frikë nga e papritura. Liria që kërkon tani vjen nga dëshira për të qenë autentik, dhe sa më shumë të jesh vetvetja, aq më shumë tërheq suksesin dhe përkrahjen e duhur. 10 korrik, hëna e plot në bricjap, një dritë mbi zakonet dhe shëndetin tënd. Kjo hënë e plot ndriçon zonën e përditshmërisë, zakoneve dhe punës. Mund të sjellë një përfundim, një shpërblim apo një ndryshim rrënjësor. Ndoshta një kontratë pune përfundon, një projekt mbyllet, ose më në fund e sheh vlerësimin për gjithë përkushtimin që ke treguar. Nëse ke qenë i ngarkuar, kjo hënë të rikujton. Ndalo, frymo, kujdesu për trupin tënd. Vendos kufi. Gjej një ritëm që të ushqen, jo që të konsumon. Shëndeti fizik dhe ai emocional janë thelbësor në këtë periudhë. Dëgjo trupin, se ai flet me sinjale të qarta. 12 korrik, Saturni bëhet retrograd në Dash, koha për kufi të shëndetshëm. Kur Saturni kthehet prapa në Dash më 12 korrik, universi të fton të reflektosh thellë mbi besimet, vizionin tënd për jetën dhe mënyrën si i ndan energjitë me të tjerët. Mund të ndihesh i sfiduar nga një person i afërt, apo të hasësh në një konflikt ideologjik që të nxit të vendosësh kufi të qartë dhe të domosdoshëm. Ky është një moment ku ndershmëria me veten bëhet një akt çlirues. Gjithashtu, disa angazhime afatgjata do të hyjnë në fazë rishikimi. Disa përgjegjësi mund të ndihen të rënda apo të vjetruara. Mos ki frikë të heqësh dorë nga ato që nuk rezonojnë më me versionin tënd aktual. Saturni kërkon maturi dhe vërtetësi. 17 korrik, Merkuri retrograd në Luan, rilindja e të vërtetës tënde personale. Kur Merkuri fillon të ecë prapa në shenjën tënde, përjeton një ftesë të fuqishme për rikrijim dhe për të riformuar. Kjo është koha ideale për të rishikuar qëllimet personale, për të vendosur nëse vizioni yt i tanishëm për jetën është ende i përputhshëm me atë që dëshiron. Gjithashtu, kjo fazë mund të sjellë kthime të papritura nga e kaluara. Mesazhe nga ish partner, miq të vjetër apo familjar me të cilët ke humbur kontaktin. Mos i shiko si pengesa, por si mundësi për të mbyllur kapituj apo për të reflektuar mbi evolucionin tënd personal. 22 korrik, dielli hyn në Luan, rrezaton në mënyrë të natyrshme. Kur dielli hyn në shenjën tënde, fillon zyrtarisht sezoni yt. Ti je në qendër të vëmendjes dhe je gati të shfaqesh versionin më të fuqishëm, më të sigurt dhe më të shndritshëm të vetes.
Energjia është e lartë, karizma jote ndriçon gjithçka rreth teje dhe je gati të marrësh vendime të mëdha. Ky është një moment ideal për të ndjekur pasionet, për të provuar një stil të ri, për të ndryshuar pamjen ose për të përmirësuar imazhin publik. Mund të marrësh lajme të rëndësishme për një projekt personal, ose të kesh një takim që ndes diçka të re në zemrën tënde. Tani është koha jote, luani. Mos haro, sa më shumë të jesh vetvetja, aq më shumë ndriçon. 24 korrik, hëna e re në luan, një fillim i ri që lind nga ndjeshmëria. Kjo hënë e re ndodh në shenjën tënde dhe sjell një kthes emocionale të thellë. Nuk është vetëm një moment për të filluar diçka të re, por edhe për të pastruar hapësirën emocionale nga gjithçka që s'të shërben më. Mund të ndjesh një përplasje mes dëshirës për të ndritur dhe emocioneve që ke shmangur prej kohësh. Kjo është një ftesë për të qenë i ndershëm e me veten. Çfarë versioni i vetes dëshiron të bëhesh? Vesh atë version, silu sikur je tashmë ai njeri. Kjo është fuqia transformuese e hënës së re në luan. Lëri pas frikërat, ndrojtjet dhe vështirësitë që të kanë penguar. Dhe ngrihu me krenari në versionin më të guximshëm të vetes. 30 korrik, Venusi kalon në gafore, ëndërrim, kujtime dhe nevojë për pushim shpirtëror. Kur Venusi lëviz në gafore në fund të muajit, energjia e jashtme që të kishte përfshirë më herët zbutet dhe merr formën e përqafimit të brendshëm. Ëndrat bëhen më të thella, më simbolike dhe më të lidhura me intuitën dhe kujtimet. Kjo është një periudhë ideale për të dëgjuar shpirtin tënd, për të izoluar pak dhe për të dhënë veten kohë për reflektim. Mund të ndjesh një mall për të kaluarën, sidomos për dashuritë e vjetra apo momente që të kanë lënë gjurmë. Ndërsa është në rregull të bësh një udhëtim emocional në kujtime. Është e rëndësishme të mos ngecesh atje. Kthehu tek vetja dhe pyete, çfarë kam mësuar? Dhe si dua të eci përpara tani? Ky është një fund muaji delikat, por i bukur, ideal për kujdes ndaj vetes, për dashuri të qetë dhe për përgatitje për muajin që vjen, ku gjërat do të marrin më shumë ritëm. Përmbledhje për luanin, korrik 2025. Ky muaj është një udhëtim nga qetësia tek rritja personale, nga reflektimi tek ndriçimi i shpirtit. Je duke përmbyllur cikle, vendosur kufi të shëndetshëm, rilindur emocionalisht dhe duke ndërtuar me durim dhe guxim versionin më të vërtet të vetes. Edhe pse ritmet do të ndryshojnë gjatë muajit, gjithçka po të shtyn të jesh më i qartë dhe më i ndriçuar se kurrë.